أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال وبعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet gjithherë vetëm për Allahun xhelle xhelaluhu, salavatet, përshëndetjet tona më të përzemërta ja dedikojmë shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij të ndershëm, ashabët, familjen e tij dhe gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e Zotit dhe rrugën e Muhammed Mustafa alaihi salatu wasalam deri në ditën e fundit. Vëllezër dhe motra të nderuara, besimtar dhe besimtare, jemi në ditët më të mira, ditët më të bekuara, në muajin më të bekuar që Allahu xhelle xhelaluhu na e ka mundësuar që ta shijojmë dhe ta përjetojmë. Ai është muaji Ramazan. Në këtë muaj, të cilin Allahu xhelle xhelaluhu e zgjodhi nga gjithë muajt e tjerë, është një muaj në të cilin zbriti Kur'ani famëlart dhe hadithi të cilin do të jemi në hijen e tij në këtë ditë të Ramazanit është hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i përmend dy gjëra, i përmend di adhurime, i përmend di punë shumë të rëndësishme, të cilët po që se bëhen në këtë muaj dhe në këto ditë të bekuara Ramazani, ata do të jenë ndërmjetësuesit tanë në ditën kur kemi më së shumti nevojë për ta. E pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e tij të lartë përmendur, pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: "Es-siyamu wal-Qur'anu yashfi'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah." Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam se agjërimi dhe Kur'ani, leximi dhe meditimi i tij janë dy ndërmjetësuesit e robit, dy ndërmjetësuesit e besimtarit në ditën kur ai ka me dhënë llogari para Allahu xhelle xhelaluhu. Ta e meditojmë vëllezër këtë hadith, por para se me u futur në detaje të këtij hadithi të pejgamberit alayhi salatu wassalam, do të përmend një gjë vëllezër dhe motra. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, nga metodat e shumta që kishte në komentimin e fjalëve të Allahu xhelle xhelaluhu, në tafsirin e fjalëve të Allahu xhelle xhelaluhu, në komentin e Kur'anit famëlart, ai njihet si komentatori i parë dhe më i mirë i Kur'anit famëlart. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ndërta nga metodat madhështore kishte edhe metodat edukative me mjete të ndryshme, të cilët ai u komentonte shokëve apo ashabëve të tij. Një ditë prej ditëve, pejgamberi alayhi salatu wassalam e vizatoi një vijë të drejtë dhe më pastaj i vizatoi edhe disa vija anash vijës së drejtë në të majtë dhe në të djathtë. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam pas kësaj e recitoi ajetin kuranor dhe tha: "Kjo vija e drejtë, tha, është sikurse ajeti kuranor ku Allahu xhelle xhelaluhu thot, ku Allahu dhul xhelal thot: wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu." Kjo është rruga ime e vërtetë. Kjo është rruga ime e drejtë, në të cilin juve duhet ta ndjekni përgjithmonë. Wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dhe mos i ndjekni rrugicat e tjera,
që në fund të tunelit është një djallë, është një shejtan i cili e pret besimtarin që ta josh, e pret besimtarin që ai të i devijon rrugën e drejtë. Vëllezër dhe motra të nderuara, besimtar dhe besimtare, ky muaj Ramazan, ky muaj i shumëpritur nga shumë kushi, ai i cili e ka të mbushur zemrën e tij me iman, po edhe ai i cili ndoshta para muajit të Ramazan ka shpresuar shumë që mos vallë të vijë muaji Ramazan dhe të mbush zemrën e tij, të mbush me diçka që nuk ka patur mundësi të e bën para muajit Ramazan. Vëllezër dhe motra, është muaji i mëshirës. Pra muaji Ramazan është nga ato vija që pejgamberi alayhi salatu wassalam e vizatoi dhe është ajo vija e cila na shpije drejt Allahu xhalla xjalaluhu. Dhe në muajin Ramazan është e rëndësishme, siç tham edhe në fillim, besimtar dhe besimtare të nderuara, se muaji Ramazan është muaji i Kur'anit. Është muaji i Kur'anit, leximit dhe meditimit të tij. Të e meditojmë një gjë. Përse vallë Xhibrili alayhi salam që i sjellte fjalët e Zotit, Kur'anin famullar ditë pas dite, moment pas momenti, i sjellte pejgamberit alayhi salatu wasalam në zemrën e tij, kur vinte muaji Ramazan, ai vinte dhe ja përsëriste tër Kur'anin famullar të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Që do të thotë se Ramazani është pranvera e Kur'anit. Ramazani është pranvera e Kur'anit, sepse Ramazani ishte ai muaji, ajo nata dhe ai momenti që ishin zbritjet e para të Kur'anit famullar që ndodhen pikrisht në këtë muaj. E prandaj ne mos të jemi nga ata që neve do ta shfrytëzojnë këtë muaj në lexim të Kur'anit. A mos të jemi nga ata të cilët neve do të jetë ky muaj një shtytje që neve ta lexojmë, ta meditojmë dhe të shoqërohemi me Kur'an. Ndoshta dikush do thotë që e ka besimin e shëndosh, që e ka besimin dhe zemrën e tij e ka përplot me iman dhe besim. Dhe thotë, po vallë, si ta lexoj unë këtë Kur'an, kur unë nuk marr vesh gjë nga Kur'ani, nuk e di asnjë fjalë nga kuptimet e Kur'anit, apo ndikush edhe nga kritikët që ka me thënë se si ju e lexoni këtë Kur'an dhe nuk merrni vesh fare nga Kur'ani famullar. Të e meditojmë një hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam që do të jetë shumë interesante, që neve do të na shtyn se ky Kur'an do të lexohet nga ata që e dinë dhe që nuk e dinë gjuhën arabe. Paramendoni vetëm të e meditojmë këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku pejgamberi Allahu tha: "Men qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana." Tha kush e lexon një harf, një shkronjë nga shkronjat e Kur'anit do të ketë shpërbime. Wal hasanatu bi 10 amthaliha. Dhe e mira shpërblimi është 10 fish. 10 fish nga leximi i Kur'anit. Po ajo që është më interesante dhe për ta medituar këtë hadith, shikues të nderuar, është vazhdimi i këtij hadithi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: "Wa la aqulu alif lam mim harf." Tha nuk them që alif lam mim është harf. Tash këtu është ajo urtësia e hadithit. Pse pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk tha alam, që janë 3 shkronja, po tha alif lam mim. Walakin aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Por them se edhe lami, edhe elifi, lami dhe mimi janë 3 harfe. Dhe aty kemi 30 sevape nga 10 shpërblime për një shkronjë. Është urtësi që dietarët e kanë përmend, vëllezër dhe motra. Është se këto shkronja që janë fillimet e sureve, elif lam mim, elif lam ra, yasin, hamim dhe kështu me radhë, që quhen në terminologjinë islame el huruful muqatta'a, janë shkronjat, po themi, shkronjat misterioze të Kur'anit.
Para mendoni, sikur dashti me na thon pejgamberi alayhi salatu wassalam neve se lexoni Kur'anin, se edhe unë nuk e kam ditë kuptimin e fjalës Elif Lam Mim. As pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e ka ditë se çka do të thotë Yasin, Elif Lam Mim. Dhe na thon te neve sikur që na thot para 1400 viteve, o ju besimtar, o ju musliman të krejta viseve, jo vetëm ju arabët, lexoni Kur'anin edhe pse nuk e dini kuptimin e tij. Sepse sikur që unë nuk e kam ditë Elif Lam Mimin, çka do të thotë që ka qenë vetëm në dijen e Allahu xhalla xhelaluhu. Unë nuk e di çka do të thotë Elif Lam Mim. Ju lexoni Kur'anin edhe nëse nuk e kuptoni atë. Prandaj, pse mos të jetë ki muaj sebeb dhe shkak që ti e ke lexuar Kur'anin, po ke lexuar pak jashtë Ramazanit. Tash është mundësia që ti të shoqërohesh aq shumë sikur që Xhibrili alayhis salam ka erdhur te pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe ja ka përsërit pejgamberit alayhis salatu wassalam këtë Kur'an. Edhe ti të e përsërish, o hafiz, o i hafize, është momenti që ti ta përsërisësh Kur'anin pikërisht në muajin Ramazan. O ti që ke lexuar pak, lexo më shumë në Ramazan. Lexoj Kur'anin në Ramazan sepse do të kesh shumë shpërblime. O ti që nuk din hiç fare Kur'an, ti që nuk e din fare leximin e Kur'anit, medito, vëlla i nderuar, motër e nderuar, medito se ki Ramazan mund të jetë shkaku yt, sebepi yt që ti në këtë Ramazan të mësohesh Kur'anin. Meditoj shpërblimet e Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe tani kthehemi te hadithit që ishim në hijen e hadithit qysh në fillim, se ki Kur'an do të jetë ndërmjetësuesi yt në ditën kur ke me dhënë llogari. Vetëm medito. Në atë ditë kur nuk ka mundësi me të ndihmu askush, as baba, as nana, as evladi, as motra, askush nuk ka mundësi me të ndihmu. E pejgamberi alayhi salatu wassalam po thot: "Es-siyam wal Qur'an", agjeroni muajin Ramazan. Sepse siyami, sepse Kur'ani dhe agjerimi do të jetë ndërmjetësuesit e tan, ndërmjetësuesit e tu në ditën kur ti ke me dhënë llogari. Dhe askush nuk do të jetë në gjendje me të ndihmu përveç ndërmjetësimeve, përveç Allahu xhalla xhelaluhu. E prandaj, pse mos t'i mormi këto shkatje dhe sebebe? Të e meditojmë, të e meritojmë me anë të Kur'anit, me anë të agjerimit, neve të e meritojmë ndërmjetësimin e tyre dhe insha Allahu Ta'ala edhe ndërmjetësimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe kështu që vëllezër dhe motra, të dalim nga ki Ramazan ashtu siç na don Zoti, ashtu siç na don Allahu xhalla xhelaluhu, me gjunahe të falura, me mësim të Kur'anit, me meditim të tij, dhe kështu që të e marrim këtë Kur'an si mësim të jetës tonë në këtë Ramazan dhe të vazhdojmë edhe më tutje. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.